I akuzuar për 43 bimë narkotike bashkë me gruan, një çfarë shkruan autori në rrjetet sociale. Mediat australiane raportojnë se Belina Pupa dhe aktori i njohur i humorit Elvis Pupa akuzohen për kultivim lëndësh narkotike, pasi në një pronë të tyre u gjetën 43 bimë të tilla. Referuar mediave në Australi, bëhet me dije se çifti i është zbuluar një shtëpi bari në Adelaide ku ata jetojnë prej shumë vitesh. Një influencuese në rrjetet sociale dhe terapiste e njohur në Adelaide është akuzuar për një perandori kanabisi, ndërsa partneri i saj i bashkë akuzuar është larguar nga vendi, kështu shkruajnë mediat australiane. Belina Pupa përballet me akuza për kultivimin e një sasie të madhe kanabisi dhe ndërhyrje të palishme në rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa po ashtu i bashkë akuzuar është edhe aktori. Pupa është paraqitur në gjykatë dhe aktualisht është në liri me kusht, ndërsa Elvis Pupa thuhet se është larguar nga Australia dhe shpallur në kërkim nga autoritetet atje. Ndërkohë, një ditë më parë, Elvis Pupa ka qenë aktiv në rrjetet sociale, ku në Instagram ka ripostuar një video ku shfaqet në shtëpinë e këngëtarit të njohur Muharrem Ahmeti.